Shokon Arbana Osmani. Pas 25 vite shkërcen tabuja, programi I saj merr shenjën pulla e kuqe 18. Moderatorja ikon, Arbana Osmani, ka bërë një njoftim që ka befasuar të gjithë ndjekësit, duke shënuar një moment historik në karrierën e saj prej gati 25 vitesh në media. Përmes një postimi në Instastory, ajo paralajmëroi se episodi I arshëm I formatit të saj të suksesshëm në YouTube, Mirëmbrëma yje, do të shfaqet me një paralajmërim të pazakontë për programet e saj, klasifikimin 18 për mbajtje e papërshtatshme për të miturit. Arbana, e cila është e njohur kryesisht për drejtimin e formateve familjare, e shprehu habin e saj me shkrim. Nuk me besohet që pas gati 25 vitesh në media për herë të parë një programi I mi ka shenje -18. Ky detaj ka ngritur në maksimum kurreshtjen e publikut. Tani të gjithë pyesin, kush është I ftuari që do të trajtojë një temë kaq të nxehtë dhe pa censur, duke e detyruar Arbanën të thyejë këtë tabu personale dhe profesionale?